tash për tash s'kam diçka tre, me ju thonë, kështu që besoj pas kësaj seance do t'ju drejtohet ose sekretari ose sekretarja e partisë. Do të pas leximit ose pas formën e juaj, a mund të ketë ndonjë ndryshim sa i përket çështjes së votimit? Më falë edhe një herë se nuk e kuptoj. Po. Qëndrimit pastaj kur veç ta lexojnë dhe jep opinionin kushtetues. Ne normalisht çdo herë i kemi respektuar dhe i respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe pavarësisht ato na pëlqejnë as na pëlqejnë, ato duhet respektuar dhe ashtu kemi vepruar gjithmonë dhe normalisht edhe të njëjtin do ta respektojmë. Zoti Tahiri, për dallim nga seanca e kaluar kësaj here keni ardhur me pagat që i keni marrë dje, konsiderohet që ju ka ndalë, a mendoni që i meritoni rrogat e këtij muaji? Mendoj që në radhë parë duhet me që Kosova e meriton një qeveri e cila e trajton mirëqenien dhe hallet e qytetarëve. Ju e shihni që sot në krye të detyres i kemi disa njerëz të cilët nuk mendojnë për qytetarët dhe për hallet e tyre, përkundrazi u kanë vendosur lakun fyt edhe atyre bizneseve që e bojnë barën kryesore në sektorin privat dhe besoj që ne jemi sot këtu pikërisht për të arritur me çuk të qeverinë shpejt dhe me sjellë një qeveri e cila është në krye detyres dhe që arrin me i trajtu problemet e qytetarëve. Këta janë për hallet e tyre, këta janë për vëllezërit e tyre, për motrat e tyre, pra përderisa qytetarët në një anë ballafaqohen me kriza të mëdha, pra rrezikojnë 140.000 vende të punës, perspektiva në këtë vend është duke u hapur vetëm për vëllezërit dhe motrat e këshilltarëve, të ministrave, të kryeministit Kurti e kështu me radhë. Pra këtu perspektivën këtë vend sot për sot kanë familjarët e tyre, jo qytetarët e Republikës Kosovës. Po janë deputetët në krye të detyres, nëse nuk është qeveria, krejt deputetët po marrë parasysh partitë politike. Mendoj që, domethënë, ne si deputet të partive që në opozitë kemi qenë deri atje, fakti që jemi çdo herë këtu, fakti që kundërshtojmë një qeveri që mund vije nga Albin Kurti dhe që t'i trajtoj prap hallet e vëllezërve dhe të motrave tyre, besoj që jemi në krye të detyres. Më e keqe se kjo blokadë është veç nëse arrihet me ballën e kryeministrit Kurti qeverinë. Faleminderit.